Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 13 janar 2026. Dashi. Fillon nga diku tjetër, në raste të jashtëzakonshme mund të braktisësh atë që po bën dhe të përfshihesh në vende të tjera, sektor, ju bini në këmbë dhe kjo është gjëja e rëndësishme. Demi. Dëshira në rritje për hapësira të reja për të përmbushur veten, dëshira për përvoja të pazakonta. Ju duhet të heqni qafe disa pesh. Binjaket. Disa shpenzime të tepërta ose një investim i bllokuar, jeni në pritje të lajmeve të rëndësishme të punës. Me partnerin ka diçka për të thënë. Kujdes nëse ka pasur një ndarje në të kaluarën e afërt. Gaforja. Për një gjë të parëndësishme mund të shpenzoni shumë. Goditje me kokë në dashuri, kini kujdes që të mos nxisni mosmarrëveshjet e fundit. Luani. Mëngjesi sjell disa zgjidhje të papritura për problemet e dashurisë. Mos kini frikë të filloni një rrugë të re, mund të merrni atë që dikush ju ka hequr nga ju në të kaluarën. Virgjeresha. Në këtë ditë kryhet një aktivitet që përfshin kontakte, ose mundësi për të fituar pak a shumë në varësi të rrethanave dhe do të mund të ketë një rezultat të mirë. Peshorja. Ka shumë mundësi që sot të jeni pak më shumë vetë. Perspektiva të reja në punë, por ju duhet të pranoni diçka me kohë të pjesshme ose të eksperimentoni me strategji të reja. Akrepi. Pasdite do të jetë më mirë, drejt për drejt duke lënë hapësirë për ironi. Surpriza të këndshme për ju gjithashtu në funksion të ditëve të ardhshme, propozimet do të vinë së shpejti. Shigjetari. Një ditë që ngjall optimizëm, energji dhe dëshirë për të bërë. Ditë e shkëlqyeshme për të realizuar idetë tuaja. Britsjapi. Ka të ngjarë që dashuria të pësojë një pengesë, nuk thuhet se ekziston një problem në çift, ka të ngjarë që çështjet e jashtme nga marrëdhënia të krijojnë shkputje ose shpërqendrim. Ujori. Nëse gjithçka mund të përjetohet me një entuziazëm të madh në vendin e punës, situata në punë mund të gjenerojë disa bezdi, probleme të papritura që do të zgjidhen menjëherë. Peshqit. Projektet e preferuara të çifteve, më të rinjt janë në kërkim të një shtëpie për të jetuar së bashku. Të rinj nga shenja mund të shpikin hapësira të reja pune. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.